Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në këtë seancë mentorimi. Nëse jeni një çift i ri që sapo keni nisur këtë rrugtim të mrekullueshëm së bashku, jeni në vendin e duhur. Sot nuk do të flasim thjesht se si të mbijetojmë sfidave të përditshme, por se si të lulëzojmë përmes tyre, duke hedhur themelet e një martese vërtet të fortë dhe biblike. E dini, kjo është një mundësi fantastike për të marrë mjetet e duhura që në fillim, për të ndërtuar diçka absolutisht të bukur. Le të futemi punës. Në rregull. Le të zhytemi me një herë në temë. Këtu është udhërrëfyesi ynë për ndërtimin e shtëpisë sot. 1. Themelimi i një plani hyjnor. 2. Kultivimi i respektit të ndërsjellë. 3. Zgjidhja e konflikteve me urtësi. 4. Partneriteti dhe misioni përbashkët. Dhe 5. Reflektimi përfundimtar shpirtëror. Pra, filloj me pjesën e parë. Themelimi i një plani hyjnor. Ky është vërtet hapi i parë thelbësor për çdo bashkim të ri. Ne duhet të kuptojmë saktësisht se mbi çfarë po e ndërtojmë këtë shtëpi apo jo, sepse le të jemi të sinqertë, asnjë godinë nuk mund të bëjë ballë stuhive nëse themeli i saj lëkundet. Këtu shohim një kontrast shumë të qartë mes dy botkuptimeve. Këndvështrimi shekullar shpesh e trajton martesën thjesht si një marrëveshje njerëzore apo një lidhje emocionale që mund të kalojë me kohën. Por themeli biblik? Ai na tregon një histori krejt tjetër. Te Zanafilla 2:44 thuhet qartë se njeriu do të lërë atin dhe nënën, do të bashkohet me gruan e tij dhe do të jenë një mish i vetëm. E kuptoni çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që martesa nuk u krijua për manipulim, as për egoizëm, u krijua nga vetë Perëndia për partneritet të vërtet. Dhe për këtë nuk mund të bazohemi vetëm tek emocionet e momentit. Kërkohet karakter, shumë durim dhe përkushtim çdo ditë. Gjë që na sjell te ky varg jashtëzakonshëm nga fjalët e urta. Kur lexojmë gruaja e urtë ndërton shtëpinë e saj, patjetër që nuk po flasim për tulla dhe llaç. Të ndërtosh një shtëpi është si të ndërtosh një ekosistem të tërë. Nën kupton të krijosh në mënyrë aktive atë atmosferën shpirtërore dhe emocionale të familjes. Është ajo aftësia e mrekullueshme për të sjellë paqe kur ka tension, për të përdorur fjalë që ndërtojnë dhe jo që shkatrojnë. Është baza e stabilitetit. Kalojmë te pjesa e dytë. Kultivimi i respektit të ndërsjellë. Tani që e kemi hedhur themelin, është koha të ngrem muret e shtëpisë, duke parë pak më nga afër këtë dinamike kaq thelbësore mes partnerëve. Ky është një koncept që sinqerisht keq kuptohet shpesh sot. Nëse shohim Efesianëve 5:33, gjejmë një ekuilibër absolutisht të bukur. Burri thirret të dojë me sakrificë, ndërsa gruaja thirret të respektojë me urtësi. Tani, më lejoni të jem shumë i qartë këtu. Ky tekst nuk po flet në asnjë mënyrë për dominim apo nënçmim. Asnjë rapal nuk duhet të ndjehet e shtypur. Respekti këtu nuk është frikë, nuk është asnjë nënshtrim i verbër, është nderim reciprok. Një martesë bëhet e hekur pikërisht atëherë kur të dy bashkëshortët e shohin njëri tjetrin si një dhuratë fantastike nga Zoti. Dhe kjo ilustron në mënyrë të shkëlqyer se si duket ky respekt në jetën e përditshme. Ta marrim shembullin e Sarës nga letra e parë e Pjetrit, kapitulli 3. Ajo eci për krah Abrahamit drejt së panjohurës totale. Paramendoni pak, pasigurit mëdhar, udhëtime të lodhshme, plot prova. A ishte ajo perfekte? Sigurisht që jo. Por ajo tregoi një besim të jashtëzakonshëm tek Perëndia dhe një besnikëri të thellë ndaj martesës së saj. Historia e saj na kujton se ndërtimi i jetës së bashkuar kërkon një durim të madh dhe një unitet vërtet të pathyeshëm. Kjo na çon te pjesa e tretë, zgjidhja e konflikteve me urtësi. E dini, pavarësisht sa shumë dashuri ka mes jush si çift, ato konfliktet e para janë të pashmangshme. Pyetja e vërtetë nuk është a do të grindemi, por si do t'i trajtojmë këto grindje. Le të shohim një nga rastet më të interesante të menaxhimit të krizave në histori. Po flasim për Abigailen, te Samuelit 25. Aty shohim se si kjo grua shmangu një katastrofë të vërtet dhe një gjakderdhje të madhe. Po si e bëri? Ajo thjesht nuk reagoi me zemërim ndaj një situate që ishte vërtet e rëndë. Ajo nuk i hodhi benzin zjarrit, por ndërhyri plot mençuri për të sjellë paqe. Sepse, në fund të fundit, urtësi do të thotë të dish të mos e kthesh një debat për një pjatë të palar në një krizë ekzistenciale për martesën. Një partner i urtë sjell ujë për të shuar zjarrin, jo benzinë. Dhe këtu ndërtohen mjetet thelbësore për të zgjidhur këto konflikte. Fjalët e urta 15:1 na thotë se përgjigjja e butë e fashit zemrimin. Është kaq e vërtet. Fjalët janë ndoshta arma më e fuqishme brenda një shtëpie. Me fjalë ne mund ta shërojmë dhe ta ndërtojmë partneritetin ton, ose mund ta plagosim atë thellë.
Sekreti është të dish kur të flasësh, si të flasësh, me atë butësinë e nevojshme, dhe e dini çfarë? Ndoshta gjëja më e vështirë është të dish kur të heshtësh, të dëgjosh në mënyrë aktive palën tjetër. Kjo bën një ndryshim kolosal. Tani, hym te pjesa e 4, partneriteti dhe misioni i përbashkët. Pasi mësuam se si ta mbrojmë martesa nga konfliktet, le ta kthejmë vëmendjen te jeta e brendshme e shtëpisë, aty ku, si çift, duhet të keni një qëllim të përbashkët. Shikoni pak të dyshe fantastike, Priscilën dhe Akuilën, te Veprat 18. Ata e morën dikë më njanë dhe i shpjeguan me shumë dashuri udhën e Perëndisë. Ata nuk ishin thjesht dy njerëz që rastësisht ndanin të njëjtën çati. Ata ishin një skuadër e vërtet. Martesa e tyre kishte një mision. E shihni, kur fillojnë ta trajtojnë martesën jo vetëm si çfarë mund të marrun, që të jemi lumtur, por si një instrument për t'i shërbyer Zotit dhe njerëzve të tjerë së bashku, e gjithë dinamika ndryshon kryekëput. Bëhet diçka shumë më e madhe se vetja jonë. Por, si mund ta mbajmë gjallë këtë mision në jetën e përditshme? Duke kultivuar një atmosferë shpirtërore në shtëpi. Te Kolosianëve 3:16 na thuhet të lëm fjalën e Krishtit të banojë me bollëk mes nesh. Tani, le të jemi real. Asnjë shtëpi nuk është perfekte, të gjithë kemi ato ditët tona të vështira. Por bashortët e urtë zgjedhin të ndikojnë aktivisht në klimën e shtëpisë së tyre, duke u lutur së bashku, duke u mësuar fëmijëve besimin dhe duke vendosur me vetdije të mbushin ambientin me dashuri dhe falje në vend që të mbyten ankesa. Kështu ndërtohet vërtet një shtëpi e fortë në Zotin. Dhe ja ku mbërritëm te pjesa e 5, reflektimi përfundimtar shpirtëror. Kjo është pamja e plot e ndërtesës që po ngrini, momenti ku kuptojmë qëllimin e vërtetë një martese biblike. Pra, pika thelbësore është kjo. Martesa nuk ju përket vetëm juve të dyve. Ajo është projektuar nga Zoti të jetë një pasqyrë për botën. Te Efesianëve 5, dashuria bashkëshortore krahasohet drejt për drejt me dashurinë absolute, plot sakrificë të Krishtit për kishën. Është një përgjegjësi sa e madhe aq edhe e mrekullueshme. Mënyra se si ju e doni, e falni dhe e mbështesni njëri tjetrin si çift, i tregon gjithë botës përreth se si Zoti e don njerëzimin. A nuk është kjo diçka e jashtëzakonshme? Tani, le të marrim frymë thellë, sepse kjo nuk do të thotë që nga ju kërkohet për sosmëri hynore. Të gjithë bëjmë gabime dhe kjo është krejtësisht njerëzore, por kjo dashuri që reflekton Zotin ka disa tipare dalluese, është gjithmonë e gatshme të sakrifikojë, mbetet besnike, është thellësisht e durueshme dhe vjen e mbushur plot e përplot me hir. Është si një ecje përbashkët drejt Perëndisë, ku ju jeni aty për të ngritur njëri tjetrin sa herë që pengoheni. Ky fragment i bukur nga fjalët e urta 31 e përmbledh këtë rrugtim në mënyrë perfekte. Zemra e tij ka besim tek ajo, thuhet aty. Dhe e dini si fitohet ky besim? Jo brenda ditës, por përmes atyre zgjedhjeve të vogla të vështira të përditshme. Të kesh një martesë të suksesshme do të thotë që çdo ditë të zgjedhësh dashurinë mbi krenarinë tënde, të zgjedhësh paqen në vend të konfliktit dhe faljen në vend të atij zemërimi të hidhur. Do të thotë të vendosësh të mirën e familjes dhe planin e Zotit mbi egoizmin personal. Dhe teksa ja afrohemi fundit të këtij shpjegimi, dua t'ju lë me një pyetje thellësisht provokuese për të menduar. Kur fëmijët tuaj, niprit e mbesat, apo edhe njerëzit e tjerë në komunitet të shikojnë martesën tuaj pas disa dekadash, çfarë do të shohin? Nëse ndërtoni shtëpinë tuaj me këtë lloj urtësie sot, ju nuk po siguroni thjesht pak lumturi kalimtare. Ju jeni duke ndërtuar një trashëgimi, një bekim të gjallë që do të hojë, do të prek brezat që do të vinë. Pra, ndërtimi i shtëpisë me mençuri ka një rëndësi kolosale. Faleminderit që më ndogjët dhe ju uroj një rrugtim të bekuar së bashku.